Evakuimin e disa qytetarëve që ishin brenda në objekt dhe paralelisht me këta jemi përqendruar me të gjitha forcat e mjetit për të izoluar vatrën e zjarrit. Për momentin e kemi izoluar vatrën e zjarrit brenda një seksioni dhe seksionet e tjera nuk rrezikojnë që të preken nga zjarri. Jemi drejt përfundimit të situatës. Pungesa e autoshkallave ka vështirësuar punën tuaj për të fikur dhe për të pasur në kontroll më shpejt flakët? Autoshkallat janë në vendin e ngjarjes, janë duke punuar. Besoj që janë tre autoshkalla, dy janë aktivitet, njëra është pjesën veriore, mund të vazhdosh që këtu tani është duke punuar, ndërsa autoshkallën tjetër e kemi në pjesën brava. Pra në të dy faqet e objektit jemi duke punuar me autoshkalla dhe gjithashtu kemi futur një grup me gjitha pajisjet dhe mjetet e nevojshme që po lufton brenda vatrën e zjarrit. Ai është edhe grupi që po na mundson ne që të përfundojmë shpejt vatrën e zjarrit, sepse dihet nga autoshkalla hidhet vetëm ujë në pjesën e jashtme të objektit. Autoshkallat na kanë ndihmuar shumë për evakuimin e qytetarëve. Kush nga mediat ka qenë këtu e ka parë shumë mirë që kanë qenë shumë efikase. Nuk është e vërtet, autoshkallat kalojnë sipër këtij pallati ku është vatra e zjarrit. Për ta vërtetuar këtë, do rim këtu dhe do e shohim. Nga volumi i zjarrit që shohim, mendoj që zjarri është në katin e parë të objektit ku ka qenë një biznes dhe mbas vënies në kontroll të situatës, inspektorët e parandalimit të shërbimit zjarfikës në bashkëpunim me oficerat e policisë gjyqësore do bëjnë ekspertizën e nevojshme për të përcaktuar saktësisht vatrën e zjarrit. Vatra e zjarrit është aty dhe pastaj fasada ka ndihmuar vatrën e zjarrit që të hapet në gjithë objektin. Ajo që kemi bërë ne është që ne u përqendruam në të dy skajet e vatrës zjarrit dhe po ta shikoni, ju keni qenë këtu bashkë me ne, vatra e zjarrit ka avancuar shumë pak në momentin që ka qenë gjitha shërbimet zjarfikse këtu. Në pjesën veriore është një autoshkallë që po lufton deri në katin e kryes, e njëjta gjë edhe këtu mbasme është një autoshkallë që është deri në katin e kryes. Gjithashtu kemi përqendruar forca edhe në Tarac. Deri tani nuk kemi informacion për pasoja fatale që është shumë e rëndësishme për shërbimin.